Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdalu salatu wa tamu taslima ala nabina Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Allahun subhanahu wa ta'ala e lavdërojmë dhe e falenderojmë, salata dhe selamet e dërgojmë pejgamberit ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër besimtar, jemi tek hadithi 24, transmetohet nga Abu Dharri radiallahu anhu, ku transmeton nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pejgamberi transmeton nga Allahu. Dhe këtë e quajmë hadith kutsi. Në këtë rast është duke transmetu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga Allahu. Ku thot Allahu azza wa jall. Pra, nuk thot në Kur'an, por thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ja ibadi, inni harramtu adh-dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. O ju robët e mi, unë e ndalova pa drejtsin tek vetja ime, për vetën time. Dhe atë e bëra të ndaluar për juve, e kam bërë haram edhe për ju. Mos e dëmtoni njëri tjetrin, mos bëni pa drejtësi ndaj njëri tjetrit. O ju robët e mi, çdo kush për juve, të gjithë ju, jeni në humbje përpos e kam udhëzuar unë, andaj kërkoni udhëzim nga unë, ju udhëzoj. O ju robët e mi, të gjithë jeni të uritur, vetëm atë apo ata që i kam dhënë, që i kam furnizu, që i kam ushqy. O ju robët e mi, të gjithë jeni lakoriq pa veshmbathje, përpos unë kujt i kam dhënë veshmbathje, andaj kërkonin nga unë veshmbathje. O ju robët e mi, ju gaboni natën dhe ditën, dhe unë u afali gabimet, dhe të gjitha gabimet. Kërkoni falje nga unë u afali juve. O ju robët e mi, ju nuk keni mundësi me më dëmtu mua, as me më bë dobi mua. O ju robët e mi, nëse i pari dhe i fundi i juaj, dhe njerëzit dhe gjinët, që të gjithë të jenë në zemër më të devotshëm, ajo nuk më shton mua nga asgjë, nuk më shton mua në pushtetin tim dhe në pasurinë time. O ju robët e mi, nëse të parët e juaj dhe të fundit e juaj dhe njerëzit e gjinët të jenë në zemrën më të prishur që ekziston, zemra më e prishur nga robët e mi, asgjë nuk pakson kjo nga pushteti im, nga pasuria ime. O ju robët e mi, nëse i pari dhe i fundi juaj dhe gjinët e njerëzit, që të gjithë rreshtohen dhe bashkohen me një rafshin, dhe të gjithë kërkojnë nga unë dhe gjithëve i jap dhe u plotësoj dëshirat çka kanë dëshirë dhe çka kanë nevojë, asgjë nuk e pakson kjo çështje nga pasuria ime. Kjo pakson vetëm se sa pakson gjilpëra kur të futet në det. A merr diçka gjilpëra, aq paksohet nga pasuria Allahu subhanahu wa taala. O ju njerëz, o ju robët e mi, këto janë veprat tuaja. Ju çka i bëni veprat, unë u arruaj ato vepra. E bë pas, ju shpërblej për ato vepra
kush për juve gjen mirë si rezultati veprave të tij, atëherë le ta falenderoj Allahun, e kush gjen diçka tjetër, mos ta akuzoj tjetër kën vetëm se vetveten e tij. Të nderuar vëllezër, këtë hadith kutsi, ky hadith kutsi quhet për dallim nga hadithet profetike, nga hadithet pejgamberike. Ky hadith pra është prej Allahut subhanahu wa taala. Por edhe Kurani është prej Allahut azza wa jall. Por çka e dallon hadithin kutsi nga Kurani dhe çka e dallon hadithin kutsi nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Mbani në mend. Hadithi kutsi, kuptimi është prej Allahut, ndërsa fjalët, kjo shprehja, është prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Hadithet e pejgamberit alaihi salam janë kuptimi edhe fjalët prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kurse Kurani, fjala e Allahut azza wa jall, është kuptimi edhe fjalët janë prej Allahut subhanahu wa taala. A kuptuat dallimin? Edhe një herë. Hadithet e pejgamberit alayhis salam, kuptimi edhe fjalët janë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, meqense edhe këto hadithe të pejgamberit janë inspirim, por kuptimi edhe fjalët janë prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Hadithi kutsi themi për fjalët e Allahut azza wa jalla, pa jemi duke fol për hadithin kutsi. Gjë që hadithi kutsi është ku thot pejgamberi sa ka thënë Allahu, por nuk është regjistruar në Kur'an. Thot pejgamberi sa ka thënë Allahu, por nuk është regjistruar në Kur'an. E që e dallon nga fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se kuptimi është prej Allahut, kurse fjalët janë të thurura nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ky është hadithi kutsi. E ku në këto hadithe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë Allahu azza wa jall. Dhe kjo e dallon një dallim tjetër. Kurse Kurani është fjala dhe kuptimi janë prej Allahut subhanahu wa taala. Fjalët, nëse kthehemi në këto fjalë, në këto sqarime, i gjejmë në hadithin kutsi dhe në sikurse në hadithet e rëndomta të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjë që e dallon, konteksti dallon prej Kur'anit. Fjalët, thurja e fjalëve, renditja e fjalëve dallojnë nga fjalët e Allahut subhanahu wa taala në Kur'an. Fjalët e Allahut azza wa jall janë më të përgjithshme në Kur'an, kurse hadithet e pejgamberit alayhis salam dhe në hadithin kutsi janë më detajizuara. Janë më të detajizuara, sepse ato i ka detajizuar dhe i ka sqaruar pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Hadithi kutsi tham që nuk është i shënuar në Kur'an. Pra, është kuptimi nga Allahu azza wa jall, por nuk është i shënuar në Kur'an. Me hadithin kutsi nuk adhurohet sikurse që adhurohet me Kur'an. Pra, nëse lexojmë Kur'an, marrim shpërblime për çdo shkronjë, por për hadithin kutsi, jo për çdo shkronjë, nuk marrim domethënë shpërblime për çdo shkronjë. Po, shpërblemi për shkak të diturisë që jemi duke mësuar e që e memorizojmë, por jo sikurse shpërblehemi në Kur'an. Me Kur'an lexohet pra Kur'ani në namaz, me hadithin kutsi nuk lejohet të lexohet në namaz. Shumë dietar ka thënë që Kur'ani duhet të lexohet vetëm se kur është njeriu i pastër, jo xhunub, apo të preket. Por hadithi kutsi bën edhe të preket, domethënë të fletat që janë të shkruara edhe nëse personi është xhunub. Pra, ka shumë dallime, pra këto janë esenciale që i përmendëm domethënë këto dallime mes Kur'anit dhe mes hadithit kutsi. Të nderuar vëllezër, ky hadith kutsi
është një prej mbi 100 haditheve kutsi të sakta. Pa janë dikun 100 e diçka hadithe të sakta kutsi. Nuk ka shumë hadithe kutsi, sikur se hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër nderuam, Allahu Azza wa Jall fillon këtë hadith duke u drejtuar robëve të vet me një fjalë ledhatuese. O ju, robët e mi. O ju, për nuk po fillon me robët e mi, por po fillon me o ju së pari, pastaj robët e mi. Kur ti drejtohesh dikujt o ti, ose o ju, ti po i veçon pra këtë grup apo këtë njeri. Dhe po e bën që ai të interesohet më shumë. Dhe në këtë rast, domethënë unë po drejtohem tek juve o ti filan, apo o ju. Gjë që ata të shikojnë dhe të interesohen se çka jam duke ju treguar atyre. Pra, jo çdo herë njeriu drejtohet te dikush me o ti apo o ju, vetëm në raste të rëndësishme, për më u tërheq atyre vëmendjen. Edhe Allahu Azza wa Jall, për shkak rëndësisë në këtë rast, po i drejtohet pa me këtë kuptim që e ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o ju, robët e mi, ka thënë Allah. O ju robët e mi. Robët e mi, domethënë o ju rob, nuk ka thënë Allahu, por o ju robët e mi. Sikur se i jemi është, të mi t'jeni. Ktheuni tek unë, se të mi t'jeni. Unë ju kam krijuar juve. Ju mua më takoni. O ju robët e mi, po fillon Allahu njëherë me padrejtësinë, për ja tërheq vëmendjen njerëzve, me ndaj padrejtësisë. O ju robët e mi, padrejtësinë ja kam ndaluar vetvetes time. Padrejtësinë ja kam ndaluar vetvetes time. O ju robët e mi, do të thotë që unë nuk do të bëj juve padrejtësi, asesi. Nuk ju bëj padrejtësi, o ju robët e mi. Ktheuni tek unë, se unë do t'ju shpërblej, unë do t'ju jap. Nëse më adhuroni, do të shkoni në xhennet. Unë padrejtësi nuk ju bëj, andaj dëgjoni mirë. Ktheuni tek unë, o ju robët e mi. Dhe padrejtësinë ja u kam ndaluar dhe juve. Andaj mos bëni padrejtësi mes jush. Allahu subhanahu wa taala në Kur'an thot: "Wama Allahu yuridu dhulman lil ibad." Allahu asesi nuk ja don padrejtësinë robëve të vet. وما كان الله ليظلمهم فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Allahu nuk ka bërë padrejtësi robëve të vet, por ata vetvetes së tyre i kanë bërë padrejtësi. Allahu subhanahu wa taala ai ka të drejtë mi ndalu vetvetes së tij gjëra dhe me i obligu vetvetes së tij gjëra tjera. Por njeri nuk ka të drejtë mi ndalu apo me obligu Allahun subhanahu wa taala me gjëra. Sikur se shpesh njerëzit edhe në këtë kohë, sikur se në të kaluara pejgamberëve i kanë parashtruar pyetje, ani pra le del Allahu, ani pra le ta sjell Allahu një tavolinë nga qielli. Apo le të flet Allahu me neve, apo të takojmë ku është Allahu, sikur se sot, ku është Zoti, pse asi, pse Zoti s'po na bën kështu, ani pra le të bën Zoti kështu. Njeriu, robi, nuk ka mundësi me detyru krijuesin e tij. Krijuesi e detyron robin, atëherë pra, çfarë kuptimi ka krijuesi dhe krijesa? Nëse krijesa e obligon dhe e detyron
krijuesin. Urdhrat vinë nga nalt tek ai i cili është më poshtë, e nuk vinë prej poshtit tek nalt. Prej poshtit tek nalt janë vetëm lutje e jo urdhra. E asesi nuk ka mundësi njeriu me detyru Allahun, me obligu Allahun azza wa jall me gjëra. Allahu e ka këtë drejtë. I obligon njerëzit edhe e detyron dhe obligon për vetveten e tij gjëra. Sepse e ka të drejtë ndaj vetvetes së tij. Dhe Allahu azza wa jall nga drejtësia e tij, pa drejtësinë e ka ndaluar vetvetes së tij. Nga drejtësia Allahu, nga mëshira Allahut azza wa jall, pa drejtësinë ja ka ndaluar vetvetes së tij. Por ne nuk kemi të drejtë mi thonë Allahu e ka të ndaluar këtë padrejtësi. Vetëm se Allahu e ka këtë drejtë dhe ne e besojmë dhe e praktikojmë atë që e ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala për vetveten e tij. Padrejtësia, vëllezër të dashur, është lloje të ndryshme kemi prej padrejtësive. Është për shembull me lënat bamirësin pa shpërblim. Është padrejtësi. Njeriu i cili nuk ka gabuar me e gjobit. Pra të pagabuarin me e gjobit. Me dënu dikë për shkak gabimit të dikujt tjetër. Me gjyku mes njerëzve më padrejtësi. Me i dëmtu njerëzit është padrejtësi. E kështu me radhë. Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'an për padrejtësinë, ose Allahu azza wa jalla thot po: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. Allahu azza wa jall tregon për popull që i ka shkatruar me dënime të ndryshme, sikur se popullin e Adit, Thamudit, popullin e Nuhit, popullin e Lutit, popullin e ushtrinë e Faraonit. Thot Allahu, dhe kështu është dënimi Allahut azza wa jall për ata popull, për ato qytete që kanë bërë padrejtësi. Dënimi Allahut azza wa jall është shumë i dhimbshëm. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, padrejtësia është errësirë në ditën e gjykimit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush i ka bërë padrejtësi ndaj dikujt, ka bërë padrejtësi ndaj vllaut të tij, në nderin e tij apo në pasurinë e tij, le të kërkon halallëk në këtë botë, sot, para se të vijë ajo ditë që nuk bën dobi as dinari as dirhemi. Sepse në atë ditë do t'i mirën nga shpërblimet prej veprave që i ka njeri në ditën e Kiametit. E nëse nuk ka shpërblime, atëherë i hidhen atij mëkatet e këtij personi që i ka bë padrejtësi. Vëllezër nderuam, në vazhdim thot Allahu që të gjithë jeni në humbje. Në humbje quhet edhe mos kujtimi i Allahut azza wa jall. Humbje quhet edhe me qenë i devijum. Humbje quhet edhe me qenë i pakujdesshëm, me qenë në gaflet. Allahu thot që të gjithë jeni në humbje, përpas unë e kam udhëzuar. Pra, pejgamberët nuk janë në humbje si ka udhëzuar Allahu azza wa jall. Besimtarët nuk janë në humbje sepse i ka udhëzuar Allahu azza wa jall. Po mos kishte qenë udhëzimi i Allahut azza wa jall, do të kishim qenë edhe ne të pa udhëzuar dhe të devijuar, Allahu na ruajt. Andaj thot kërkoni udhëzim nga unë. Kërkoni udhëzim nga unë. Pra të kërkojmë udhëzim, që të ka mësu Allahu
në surën El-Fatiha, ihdina sirat al-mustaqim, na udhëzon në rrugën e drejtë. Kemi udhëzim të përgjithshëm dhe udhëzim të detajizuar. Me udhëzimin e përgjithshëm janë udhëzuar besimtarët. Andaj, pse ne përsëri lexojmë në namaz ihdina sirat al-mustaqim, sepse kemi nevojë për udhëzimin e detajizuar. Për ndonjë çështje, për ndonjë mesele, kemi nevojë me na udhëzu Allahu subhanahu wa taala. Ka më e majt, a me marr këtë mendim apo mendimin tjetër? Kemi nevojë për udhëzimin e Allahut azza wa jall. Dhe në momentin që njeriu i drejtohet te Allahu subhanahu wa taala, që Allahu më udhëzu, tregon edhe nevojën që e ka ndaj Allahut subhanahu wa taala. Me këtë dëshmon që është i nevojshëm vazhdimisht për Allahun e tij. Është i nevojshëm, është i varfër. Ka nevojë për Zotin e tij, për krijuesin e tij. Andaj themi ihdina sirata al-mustaqim, na udhëzo në rrugën e drejtë. Na udhëzo në rrugën e drejtë, prapë themi nuk është urdhër për Allahun subhanahu wa taala prej robit, por është kërkesë, është lutje. Më udhëzo o Zot sepse kam nevojë, jo që unë po të detyroj ty, por kam nevojë. Andaj në këtë formën urdhërore, edhe me qenë si i drejtohemi Allahut subhanahu wa taala, kur bëhet prej krijesës ndaj krijuesit, automatikisht nënkupton lutje, kërkesë, asesi nuk nënkupton urdhër dhe detyrim. Tek udhëzimi, vëllezër nderuam, kur themi që kë do Allahu e udhëzon, atë që e lexojmë edhe në hutbë këtë ajet. Kemi udhëzim, pa udhëzim drejtim. Ku na ka drejtu Allahu dhe na ka drejtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pa e kemi Kur'anin, e kemi sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Na drejton, krena duhesh me majt. Kjo është xheneti, kjo është xhenemi. Këto janë vepra që të dërgojnë në xhenet, këto janë vepra që i do Allahu, këto janë vepra që i urren Allahu, këto janë harame, këto janë ndalesa. E këto janë pra sikur lloj katalogu në Kur'an edhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kemi nevojë për udhëzimin e zemrës, udhëzimin shpirtëror nga brendia. E kjo është udhëzimi tjetër, udhëzimi shpirtëror, ku i drejtohemi Allahut subhanahu wa taala, na udhëzon, na jep këtë mirësi o Zot. Pra na jep këtë dritë që ta shohim të vërtetën ta ndjekim atë. Dhe ta shohim të padrejtën si të padrejtë dhe të largohemi prej saj. Edhe ka ardhur në lutjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ndonjëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në namaz, o Zot, më udhëzo në rrugën e drejtë. Më udhëzo aty ku shumë për njerëzve janë të paudhëzuar dhe nuk din ka t'ja majnë. Andaj, aty ku njerëzit nuk i kanë të qartë të drejtën, hakun, më udhëzo o Zot, më udhëzo në rrugën e drejtë në hak. Dhe kjo lexohet, më thonë, vend subhanakes kjo lutje. Andaj thot Allahu, kërkoni udhëzim prej meje. O ju robët e mi, çdo kush prej juve është i urritur. Përpos unë kujt i kam dhënë, andaj kërkoni rrezik prej meje. Mos ta kish dërguar Allahu azza wa jall kishim qenë të urritur. Mos me ra shi, toka mos me qenë pjellore, mos me qenë të afër me mjell, mos i marr shkaqet e furnizimit, ne do të kishim qenë të urritur. Por kush i krijon ato shkaqe? Kush na ka dhënë ato shkaqe? Kush na ka dhënë atë mundësi, atë aftësi? Kush i ka sjell shiun? Kush i ka dhënë tokën pjellore? Allahu subhanahu wa taala. Andaj këto kërkoni për Allahu subhanahu wa taala. Kërkoni këto mundësi që Allahu azza wa jall më na dhën, më na ushqy, më na furnizu Allahu subhanahu wa taala.
Dhe në vazhdim, thëtë Allahu, po ashtu, dhe ju nuk keni as të veshmbathur, nuk ke mundësi, nëse nuk ke pasuri, je i varfër, je i nevojshëm, këto mirësi që i ke prej Allahu subhanahu wa taala, kërko prej Allahu azza wa jall me të furnizu, edhe me pasuri, edhe me veshmbathje. Të më thënë, për gjërat elementare të jetës, ushqimin, hajen, pijen, veshmbathjen, që njeriu këto i ka esenca të jetës e tij. Për të vazhduar jeta, ai duhet më pas me ngrënë me pi, duhet më pas veshmbathje, sepse nuk mundet njeriu pa veshmbathje me jetu thuajse. Ka nevojë për veshmbathje, për shkak ftoftit, për shkak nxehtit, ka nevojë për një kulë mbi kokë, më mbrojt. E gjitha këto, pa këto i ka Allahu subhanahu wa taala, kërko prej Allahut azza wa jall. O ju robët e mi, ju gjitha qëto unë që ju jap juve, ju udhëzoj, ju jap me ngrënë dhe me pi dhe me veshmbath. O ju robët e mi, ju gaboni natën dhe ditën. Dhe unë u afali mëkatet juve, kërkoni falje prej meje, unë ju fali juve. Ne jemi njerëz, gabojmë. Njeri u gabon me dije edhe pa vetdije. Gabon me qëllim, gabon edhe pa qëllim. Për gabimet e pa qëllimshme, jemi të falur, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Allahu nuk e dënon njeriun që ka gabuar pa qëllimshëm. Ja ka falë Allahu azza wa jall gabimin atij personi i cili ju ka drejtu Allahu azza wa jall, pasi që i ka hum kali, pasi ju ka kthy kali, ka qenë në shkretin, aty i ka pas ushqimin, kër ju ka kthy, domethënë kafsha, devi apo kali, aq shumë është gëzu, derisa gabimisht ka desh me falenderu Allahun, ka thënë: o Zot, ti e robi im, unë jam Zoti yt. Ka desh me falenderu Allah, ti e Zoti im, i cili më mbron, i cili më jep, i cili më ruan shëndetin, jetën, ka thënë në të kundërtën. E unë jam robi yt, ka thënë në të kundërtën, dhe me këtë ka qesh Allahu, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me këtë njeri, jo që ka dënuar Allahu azza wa jalla, pse? E ka thënë nga gabimi, jo me qëllim. Andaj, elhamdulillah që pa qëllim, gabimet që i bën janë të falura. Po flasim për gabimet që i bën njeriu me qëllim. Dhe ka fillu këtu, Allahu thot, ju gaboni natën edhe ditën. Njeriu zakonisht është më i vetëdijshëm ditën, apo? E natën duhet me qenë gjumë. Por zakonisht mëkatet e mëdha ndodhin natën, që njeriu nuk i sheh. E që natën duhet njeriu me qenë duke adhuru Allahun, me fal namaz natë, me lutë Allahun azza wa jall në pjesën e tretë të natës, e njeriu shkon i bën mëkat Allahu subhanahu wa taala. Edhe dikush i bën mëkat edhe ditën, për të arsye ka një herë nata, pastaj është përmendur edhe dita. Por unë u afali mëkatet, andaj drejtohu për mëkatet me t'i fal Allahu subhanahu wa taala. Kjo është dhuntia dhe mirësia e Islamit, që nëse njeriu gabon, e ka të drejtë që t'i drejtohet Allahu subhanahu wa taala, se gabimin ja ka bërë ndaj Allahut azza wa jall, edhe nuk ka nevojë për ndërmjetësues, sikur se te fe tjera, te krishterët, ku i drejtojnë domethënë i drejtojnë priftit, edhe shkon te prifti i tregon gabimet që i ka bën ndaj Allahut, edhe e lën një pagesë edhe aty. Te prifti thotë duhesh kaç, edhe prifti thotë shko se i ke të falura. Ndaj kujt ka gabuar? Kjo është absurde. Gabimi ka ndodhur ndaj priftit apo ka ndodhur ndaj Allahut? Ku e mor prifti atë të drejtë? Ai i tha Allahu atij që hajt se ja kam fal, nuk e ka atë, nuk e posedon atë aftësi dhe atë dhunti. Sepse nuk është i dërguar. Ai nuk flet me Allahun azza wa jall. Andaj mos i qeshim, mos qeshim me inteligjencën e njerëzve. Po duhet mi tregu që këto e lojna, se gabimin e ke bërë ndaj Allahut, drejtohu Allahut. As tarikatet e ndryshme që ndodhin në përbot, qofshin tu, qofshin Turqi, qofshin në për tokat arabe,
ku njerëzit drejtojnë tek prisat, tek liderët e tarikateve të tyre, edhe drejtojnë tek ata kinse ai domethënë tash u afal mëkatet sepse ai ka lidhjen me Zotin, këto gjëra nuk pranohen në Islam. Ja pra, hadithi, fjalët e Allahut Azza wa Jall, në hadithin Kursi, po edhe në shumë ajete në Kur'an, i kemi që kërkoni falje për Allahut subhanahu wa taala, dhe atë posedon çdo njeri atë të drejtë. Sepse gabimi ka ndodhur ndaj Allahut. Kur gabimi ndodh ndaj ndonjë njeriu të veçantë, duhet me kërku falje për njeriu të veçantë. Pse kur po gabon ndaj njeriu të veçantë, s'po shkon te dikush tjetër mi thon, ej, falma për gabimin që kam bën ndaj atij. Ai nuk ka të drejtë të shko kërko falje për atij, se unë çish me ta fal. Ç'me ta fal? Të shko kërko për atij, nëse don çaj mos mu hakmar, nëse don çaj mos me dënu, nëse don çaj, domethën, mu sjell me ty mirë, shko kërko për atij. Se unë ta fala, s'ta fala për ato, ai prap del edhe hakmiret prej teje. Ai prap del edhe dënon. E kështu që si për merë njeriu këtë drejt me fol vend Allahut subhanahu wa taala, e këtë mundësi e kemi në fenë islame të pasër në besimin e ehle sunetit, kur nëse gabon njeriu i drejtohet Allahut subhanahu wa taala me kërkim falje, se Allahu i fal gjitha mëkatet. Jo vetë që i fal gjitha mëkatet, por edhe i shlyen ato mëkate. Nuk ekziston regjistër që ke gabuar. Kjo është dhuntia e Allahut subhanahu wa taala. Kur pendohet njeriu, maghfira do me thonë, edhe me ta shlyj gabimin për i regjistrit. Kjo është bujaria Allahut subhanahu wa taala dhe mirësia Allahut azza wa jall. Ata ka falat mëkat, o krimi nuk ekziston në regjistër ajo. Allah na e fal mëkatet ya Rabbi. Në vazhdim, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o ju robët e mi, ju nuk keni mundësi që më mdëmtu mu. Dëmi juaj nuk arrin deri tek unë. Allahu është më i ngritur, më i larti, më i fuqishmi. Asgjë nuk mund të li me mbo. Po dhe me tash me mbo dobi, nuk ka mundësi njeri me mbo dobi Allahu subhanahu wa taala. Me këtë dërë me të regu Allahu azza wa jall që çka do që të bëni për vete e keni. Edhe njeri mos të tentoj, parasysh, se sa mundësi ka dhe sa aftësi ka dhe sa fuqi ka, mos tentoj diçka kundrejt Allahut, se nuk ka mundësi, sherri i tij, dami i tij nuk arrin tek Allahu. Ka pas shumë mbretër dhe shumë general dhe shumë komandanta dhe shumë udhëheqësa, të cilët kanë qenë barbar, të cilët kanë qenë diktator dhe kanë pas fuqi të madhe, sikurse faraoni dhe Karuni dhe të tjerët, nuk kanë pas mundësi me dëmtu Allahun azza wa jall. Nuk kanë dëmtu, se nuk dëmtohet Allahu subhanahu wa taala për robët e tij. Edhe thot Allahu, o ju robët e mi, nëse i pari dhe i mrami juaj, njerëzit dhe gjinët, sepse ky hadith i drejtohet edhe njerëzve dhe gjinëve, sepse ata janë të kërkuar dhe të obliguar që t'i kryen detyrimet karshi Allahu subhanahu wa taala. Që të gjithë nëse jeni sikurse zemra e njeriut më të devotshëm, pa me iman komplet. Prej fillimit, prej Ademit alayhis salam deri në ditën e fundit me kështu se kush është njeriu më i devotshëm, edhe këta njerëz bashkë njerëz edhe gjin, me qenë të gjithë sikurse njeriu më i devotshëm. Prej juve, në këtë rast, po tham, prej jush. Pra, i udhëzuari, më i udhëzuari prej jush. Nuk e shton asgjë në pasurinë time. Për veti e kemi këtë. Udhëzimin për veti. Ti kemi shpëtu ditën e gjykimit. Me këtë ti kemi meritu mëshirën e Allahut azza wa jall. Jo që i bën dobi Allahut subhanahu wa taala. O ju robët e mi, nëse i parë dhe i mrami juaj, njerëzit e gjinët, të jenë në zemrën
më të keqe, sikur se zemra më e keqe, zemra e më kriminalit më të madh, nuk pakson asgjë nga pasuria ime. Shihni këtu çka thënë Allahu subhanahu wa taala. Kur është drejtu për tek devotshmëria, ka thënë prej jush, sikur se zemra më e devotshme prej jush, prej juve, se po fol diçka për diçka mirë. E kur ka thënë pra, sikur se zemra më e keqe, nuk ka thënë prej jush. Më thë nuk është drejtu, zemra më e keqe prej jush, sikur se zemra më e keqe, ka thënë. E zemra më kriminele, e jo prej jush. Më thënë, respekt për Allahu subhanahu wa taala nda njerëzve, se ju nuk duhet të jeni kriminal, për ju duhet të jeni me zemër të devotshme. Edhe jo rob të mi, nëse njerëzit dhe gjinët i parë dhe i mbrami juaj për Adem a.s. deri në ditën e fundit me miliarda njerëz sa janë, që të gjithë dalin me një vend dhe kërkojnë dhe lusin Allahun subhanahu wa taala me dëshira çka i kanë. E du atë, e du këtë, e du atë, e du këtë, e du në dynja këtë, e du në ahiret këtë. Pra dëshirat e ndryshme që i kanë, në dynja dhe në ahiret. Këtë me dëshirat çka donë më tënë? Tyje, këtë dhe njërëse. Edhe gjithve mi dhenë Allah, dhe ty. Këtë mi aplecu dëshirat. Asgjë nuk pakson kjo nga pasuria Allahu subhanahu wa taala. Aq sa pakson gjilpëra nëse futet në deti. A merr me veti diçka gjilpëra? Asgjë s'merr. A pakson diçka nga deti? Asgjë nuk pakson. Vëzën nderuam, të thotë Allahu subhanahu wa taala i drejtohet robëve. Edhe ku shkon njeriu tek Allahu subhanahu wa taala, shkon me veprat e tij, shkon me punët e tij. Për të arsye përfundon Allahu subhanahu wa taala këtë hadith: o ju robët e mi, për fillimit deri në fund, o ju robët e mi. Këto janë veprat tuaja. Ju çka jeni të bëj, çka jeni të fol, çka jeni të punu, janë veprat tuaja. Unë i regjistroj ato, i ruaj ato. Veprat e juaja, unë i ruaj ato. E më pas, ju shpërblej juve sipas veprave tuaja. Kushdo që gjen mirësi nga kjo, gjen hajër, atëherë le të falenderojnë Allahun, e kushdo që gjen diçka tjetër pos hajrit, e që është sherri, atëherë mos ta qorton askën vetëm se vetveten e tij. S'ka arsye, të ka tregu Allahu, të ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithi është i qartë, çka duhet të veprosh, te kujt duhet me ju drejtuar, për kujt me kërku, si me rujt veten kur gabojmë, si me kërku falje, e kështu me radhë. Për veti i keni çka do që të bëni, si për të mirë, si për të keqe. Sikur se që është ajeti Allahut subhanahu wa taala, kushdo që vepron edhe sa një grimës nga mirësia, do ta sheh, do ta gjen, edhe kushdo që vepron sa një grimës të keqe, do ta sheh, do ta gjen atë tek Allahu subhanahu wa taala. Ka thënë dietar, ka thënë Allahu, kushdo që sheh ndonjë të mirë, le ta falenderon Allahun, e që sheh diçka tjetër, atëherë le ta qorton vetveten e tij. Ka thënë kjo mund të ndodhë në dynja edhe ndodhë në ahiret.
Në dynja, më thënë, ke bo diçka mirë, mund është me gjetë mirë. Për shkak sadakas, për shkak mirësisë, të ka shpëtu Allahu Azza wa Jall, të ka plotësu një dëshirë, për shkak udhëzimit që e ke bo, të ka plotësu lutjet e tua. Andaj falenderoj Allahun Azza wa Jall për këtë mirësi. Nëse të godet ndonjë e keqe në dynja, shkaku mëkateve, çka ke bo, mos e qorto kërkon vetëm se vetveten tënd. Çfarë do të keqe të bëni, ajo është shkaku, ka thënë Allahu, shkaku i durve tuaja, shkaku rezultatit të durve tuaja, që ju e keni meritu qështu. Edhe në ahiret, kur të dalin njerëzit para madhërisë së Allahut Azza wa Jall, kur t'i vjen libri, regjistri, me shpërblimet që i ka, e falenderon Allahun subhanahu wa taala për këtë mirësi, për këtë udhëzim. Edhe atij që i vjen libri, që i vjen regjistri dhe libri nga ana e majt, dhe është i shkatruar, ai atë ditë bërtet dhe i bie pishmanit, dhe a filani më ka deviju, a iblisi më ka deviju, a shejtani, a i ky, jo shoku i keq, jo në ta njën këton, nuk vlen ma ajo atë ditë. Kërkon hiq mos e akuzon, mos e qorto, vetëm se vetëm tënde. Allah në ruajt, Allah në nëzoht, Allah në e falë mëkatet. E kulu qavli hadha, astaghfirullahu lakum, alhamdulillahi rabbil alamin. Amin, Allah ruajt. Allah shule.